Jemi rikthyer ora shënon 12 pa humbur kohë një me disa prej zhvillimeve kryesore. Indjek. Kryeministri Edi Rama I quajti qesharake akuzat e Partisë Demokratike për vjedhjen e programit. A thua se ishte kodi Da Vinci dhe ironizoi në një video me bufa dhe zvaranik deklaratat e Sali Berishës. Replikon PD me video nga inteligjenca artificiale të një burri me fytyrën e Edi Ramës dhe kapuç që vjedh një blok me programin e Partisë Demokratike. Shefi I qeverisë Edi Rama në një bashkëbisedim në rubrikën Sy më sy foli sërish me qytetarët që duhet të bëhen bashkë sipas tij dhe të votojnë në 11 maj për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Rama shpreu bindjen se me votën e diasporës Partia Socialiste do të arrijë një fitore spektakolare. Ambasadori Lamberto Zanier që do të kryesojë misionin e vëzhguesve të OSBE ODIHR për zgjedhjet e 11 majit ka mbritur në Tiranë. Pas takimit me ministrin e jashtëm Hasani, ai pritet të zhvillojë një takim me kryekomisionerin Celibashi. GKKO rrëzoi kërkesën për liri të ish gjyqtares Elbasanit pajtimi Fetau me pretendimin se është e sëmur. Fetau ndodhet në burgun e Poljskës në Pogradec, arrestuar si antar e bandës së Suel Çelës, të cilët akuzohet se ka favorizuar përballë drejtësisë dhe informuar atë për rivalit. Policia e Shkodrës gjen tek 3 heronj të pakon me lëndë plase që hodhën 2 të rinj gjatë ndjekjes nga ana e uniformave blu të këtij qyteti. David Simoni dhe Mikelian Toma u arrestuan teksa lëviznin me një motomjet me targa të vjedhura dhe shasi të ndryshuar. Vendimi I gjykatës duket se vullosi fundin politik të Marine Le Pen, duke I hequr asaj të drejtën për të mbajtur poste shtetërore si një e dënuar për korrupsion. Vendimin që I ras si bomb Le Pen e quajti politik dhe I hapi luftë drejtësisë. Rikthimi në fush pas 2 muajsh I Elset Hysajt nuk ka rezultuar me fat për Lazio. Klubi ka barazuar me Torino duke lëshuar terren në luftën për një vend në zonën e Champions League. Sonte luhet gjysmëfinalja e parë e Kupës së Italisë.